Në këto kushte, sigurisht që nuk ka shumë për të bërë në aspektin e përballimit të intensitetit lartë të rreshjeve, por patjetër që ka element të kësaj situate që lidhen me njeriu. Dhe pam se si kjo situatë u ndërlikua ndër të tjera edhe nga papërgjegjshmëria rrënjëse e shumë kujt ndër ne që si qytetar i kësaj Republike apo si vizitor shqipfolës kryesisht, sepse nuk janë turistët e huaj që hedhin mbetjet plastike të konsumit tyre të përditshëm në rrugë, e konsideron këtë vend si një landfill kudo ku ndodhet dhe hedh shishen e zbrazur të ujit apo të pijeve jo alkolike ose qesen plastike, dhe gjithë kjo sasi e madhe që hidhet rrugëve, ku këtu hyn edhe mungesa e një menaxhimi ashtu siç do duhej të mbetjeve të konsumit familjar në territoret rurale, mblidhet dhe fal erës si fillim dhe fal ujrave të ngritur nga këto situata rreshjes intensive, vjen dhe bllokon pika kyçe të rrjetit kullimit. Tani, kur gjendemi përpara kësaj situate, agresioni të plastikës, të mbetjeve plastike, që është drejt për drejt ndikimi i njeriut mbi këtë situatë, duhet të vetëdijsohemi dhe duhet të angazhohemi për të ndërmarrë një ofensiv të përbashkët në nivelin qendror dhe në nivelin vendor dhe për të angazhuar sa të mundemi komunitetet, nga një anë që të rrisim ndjeshmërinë ndaj këtij faktori dhe nga ana tjetër që të krijojmë kushtet për ta vënë në kontroll këtë faktor kaq të rrezikshëm dhe kaq të dëmshëm jo vetëm për këto situata, por edhe për shumë çka tjetër, sepse ajo që ndodh me plastikën, që shkon pastaj deri në det, ka dëme të pariparueshme për jetesën e detit, ka dëme të pariparueshme për cilësinë e ushqimeve tona, e të tjera, e tjera, e tjera. Kështu që duhet të bëjmë çmos për ta frenuar këtë lemeri papërgjegjshmërie qytetare të kujtdo qoftë ndër ne si popull që jeton në këtë vend dhe ndër ne si komb që këtë vend e kemi vendin e destinacionit kryesor turistik. Rezistenca e infrastrukturës mbrojtëse kam parasysh kanalet e kullimit, argjinaturat, hidrovoret, është rritur në mënyrë shumë domethënëse në 10 vitet e fundit. Por analiza e bërë edhe nga kjo emergjencë tregon që ka pika ku rezistenca është më e dobët. Për këtë arsye duhet të vendosim me shumë saktësi piketat për të forcuar më tej infrastrukturën mbrojtëse dhe nga ana tjetër për të adresuar
të gjitha ato aspekte që kanë të bëjnë me fuqizimin e ndërveprimit mes pushtetit vendor dhe institucioneve qendrore.